e tillë dhe sigurisht që zoti Kurti është takuar me kryeministrin e Armenisë atje. Mirë po, fjala ishte dhe pyetja juaj, unë ju përgjigja asaj nëse kjo ka qenë vizitë shtetërore, bilaterale, vetëm sa për ta sqaruar. Cila është rëndësia? Kosova nuk duhet të alëshoj asnjë moment dhe asnjë mundësi të çfarëdo takimi që organizohet dhe sidomos në përmasa të tilla kur dihet që do të jetë e gjithë Evropa atje, si dhe në rastin në situatën e tillë Kanadaja, e cila është shtet brenda G7-s, brenda G20-s, shtet antar në NATO, do të thënë rëndësia, relevanca e Kanadas as që mund të diskutohet dhe ne në situatën në të cilën jemi, duke marrë parasysh që ende nuk i kemi njohjet së pari nga shteti Nikoqir, siç është Armenia, mendoj që e para dhe shumë e rëndësishme do të ishte argumentimi dhe bindja e zotit Kurti ndaj kryeministrit armenas që Kosova duhet të njihet në secilin moment, sepse nuk ka të bëj asgjë me konfliktin që Armenia e ka pas me Azerbejxhanin dhe si e tillë ne të gjithë e dim që Kosova është një situatë, një realitet komplet ndryshe nga situata atje. Dhe përveç asaj duhet shfrytzuar momenti që të lobohet për antarësimin e organizata ndërkombëtare dhe me qese do të jenë 3 të parët e BE-s, kryetaria e Komisionit, kryetari i Këshillit Evropian dhe pashtu e Parlamentit Evropian duhet të lobuar që Kosova, me qenë se është nismë e BE-s, të avanson në rrugtimin e saj drejt marrjes së statusit të shtetit kandidat, sepse neve po na bëhen nga 2022 a 4-5 vjet prej kur nuk kemi lëvizur nga pozicionit të cilin e kemi pas dhe i kot është synimi nëse nuk mundohemi ta materializojmë qëllimin dhe ambisin të cilin e kemi. Varet as vitin e kaluar me presidentin e Këshillit të Evropës, që ishte i pranishëm në Tiranë, i cili pavarësisht sinjaleve që dha Kosova nuk e shfrytzoi si mundësi, madje që ta kujtojmë për shikuesit, ka qenë shefja kabinetit të presidentit Osmani, e cila në këtë studio ka paralajmëruar që në janar të këtij viti, pra me njerë me të antarësuar Kosova në bordin e paqes, se ekziston një mundësi e artë e Kosovës që të bëhet pjesë e Këshillit të Evropës në 6 muajt e parë të këtij viti, po si duket edhe ajo është mundësi e humbur tashmë. Çfarë mesazhi mund të dërgojmë ne në nismat e tilla kur ne shkojmë me një kryeministër në detyrë? Do me thënë sa reale mund të jenë realizimi i ambicjeve tona kur ne nuk po arrim të krijojmë institucionet tona funksionale. Dhe kemi zgjedhje, 3 palë zgjedhje, njërën pas tjetrës në një periudhë më të shkurtë se 2 vjet, ndërkohë që kot synojmë të flasim për antarësim në nisma ndërkombëtare apo rritjen e numrit të shteteve që na kanë njoftë apo avansim, çfarëdo, rastin më herët që e ndigjova në kronikën tuaj antarësimin në NATO, kur ne nuk kemi stabilitet politik. Stabiliteti politik brenda vendit është mesazhi më i mirë në politikën e jashtme. Çdo gjë tjetër, fjalët i merrera dhe askush nuk i beson kur kthehen dhe secili nga ato shtete kanë ambasada, misione diplomatike këtu dhe përcjellin nga afër situatën në të cilën ne jemi. Prandaj mendoj që është jo reale të synohet dhe të pritet ndonjë përfitim konkret në këtë situatë në të cilën jemi, për faktin që e dim situatën e brendshme në të cilën ne po ndodhemi. Ju keni shërbyer edhe në Strasburg në emër të Republikës së Kosovës. Çka po ndodh? Pse nuk po thyet ky akulli i madh i këtyre 5 mosnjohësve? Duket se presidenti i Serbisë para 3 ditëve ju tha gazetarëve britanik që gjithçka mundet me ndodh, por Spanja kurrën e kurrës nuk do ta njeh Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Pse në Serbi thuhet kaq me siguri, sidomos për Spanjën? Besnik, nuk do doja asnjë proces në cilin ne kalojmë të referohemi dhe ta ndërlidhim me deklaratat e Vučićit dhe të asnjë politikani sërb. Kosova nuk ka arrit këtu ku është për faktin që ndonjë nga politikanët si Vučići apo paraardhësit e tij e kanë duartrokit apo inkuraju. Kosova ka mri për faktin që e ka ditë qëllimin ku synon të arrijë dhe ka bashkëpunuar me partnerët dhe me aleatët në hap
dhe për çdo ditë se si të arrim deri aty ku synojmë. Dhe ne kemi mri gjitha ato njohje, gjitha ato antarësime në organizata ndërkombëtare dhe kemi qenë partner i besueshëm i të gjitha këtyre shteteve